Horoskopi ditor e hënë 9 mars 2026. Dashi. Tranzitet e sotme mbështesin ndjekjet e përzemërta, të dashur dash. Mund të ketë një intensitet të rehatshëm në ndërveprimet tuaja dhe emocionet dhe mendimet nxisin përpjekjet krijuese. Ndershmëria emocionale ndaj vetes mund t'ju shtyjë në drejtimin e duhur. Ndryshimet që bëni me miqt ose bashkëpunëtorët janë një hap në drejtimin e duhur, me shumë mundësi me përfitime afatgjata. Energjia e mirë është me ju për të ëndërruar, dëshiruar dhe mbjell disa fara për të ardhmen. Magnetizmi personal është i lartë dhe fitimi i favorit është në karta tani. Problemet e fundit me të tjerët mund të trajtohen më lehtë dhe me ndershmëri sot. Nuk jeni të prirur t'i fshini gjërat në nqilim, duke preferuar t'i trajtoni problemet në rrënjë. Demi. Mund të përfshiheni në një aktivitet të këndshëm sot, i dashur dem. Po kërkoni diçka kuptimplote për t'i kushtuar gjithë zemrën tuaj dhe me këtë motivim, mund të arrini dhe të zbuloni shumë. Jeni në formë të shkëlqyer për të orientuar, por edhe për të bërë përmirësime ose për të fituar njohuri të reja. Jeni më të disiplinuar se zakonisht, prandaj përfitoni. Mbështetja është aty nëse keni nevojë për të, ndoshta nga një burim i pazakon ose i fshehur, ose ndjenjat tuaja dalin nga thellësia e brendshme, duke ju udhëhequr. Një surprizë dhe tërheqje ose interes i fortë mund të jetë duke u përgatitur. Mund të gjeni një arsye të mirë për ta përdorur punën që keni bërë në të kaluarën sot dhe kjo shërben si një nxitje. Gjithashtu mund të fitoni njohuri të reja për një marrëdhënie të kaluar ose ndjenjat tuaja. Binjakët. Sot, të dashur binjak, mund të shihoni një pasion të shtuar për një ide ose një projekt. Mund të ketë energji intensive krijuese dhe romantike që rrjedhin tani dhe me këtë energji mund të tërhiqni ose tërhiqeni nga një ide ose person i veçantë. Mund të shihoni biseda të mira sot dhe të dëgjoni sa më shumë që kontribuoni është veçanërisht e rëndësishme tani, pasi mund të dëgjoni diçka që ju sjell vërtet dobi. Është një ditë e mirë për të ndjerë të mprehtë, të motivuar dhe optimist për të ardhmen. Rrjedhëzimi dhe miqësitë mund të jenë burime të pasura informacioni, kënaqësi apo edhe frymëzimi sot. Mund të ndjeheni me pasion për një ide, kauzë ose besim dhe mund të lidheni me të tjerët përmes këtij emocioni. Një ndjenjë mirëqenie të brendshme sot mund të vijë nga bërja e planeve për të ardhmen që frymëzojnë rritje dhe shpresë. Planet që përfshin arsimin, të mësuarit ose aventurën mund të bashkohen mirë. Është një kohë e mirë për të mbledhur forcë përmes lidhjeve tuaja, ndjekjeve afatgjata dhe qëllimeve të lumturisë. Gaforja. Tranzitet e sotme janë të forta për të marrë mbështetjen ose mbështetjen që ju nevojitet për të çuar përpara qëllimet tuaja, i dashur gafore, ose për rritjen e bindjes personale. Është një kohë e mirë për të përmirësuar ose riparuar marrëdhëniet, qoftë në jetën tuaj personale apo profesionale. Mund të jeni mjaft të motivuar për të zgjidhur problemet ose për të bërë disa kërkime të vlefshme. Vendosja e energjisë suaj në ndjekje të përzemërta mund të jetë më produktive dhe e kënaqshme. Ka thesare që mund të gjenden kur gërmoni pak më thellë sot. Mund të ketë tërheqje intensive, por të këndshme. Është një kohë e mirë për të përmirësuar ose riparuar marrëdhëniet dhe kjo mund të përfshijë ato intime dhe ato me eprorët ose bashkëpunëtorët gjithashtu. Luani. Strategjia është e rëndësishme sot, i dashur luan, dhe është kënaqësi të bësh plane. Ndjenjat tuaja për një person apo edhe për një projekt apo ide kanë tendencë të intensifikohen në mënyrën më të këndshme. Mund të keni mundësinë të riparoni ose përmirësoni një marrëdhënie. Aftësitë tuaja negociuese janë të forta. Ndërsa doni të shihni njëri tjetrin në sy, të qëndroni të sinqertë dhe të ndershëm në të njëjtën kohë e bën atë më të vlefshme. Energjia juaj është e fortë, së bashku me motivimin dhe angazhimin tuaj. Është më e lehtë se zakonisht të shihni prioritetet tuaja emocionale ose të dashurisë. Keni shumë për të mësuar dhe ndarë me dikë të veçantë. Virgjëresha. Tranzitet e sotme mbështesin investimin e energjisë suaj në atë që doni, virgjëresh e dashur, dhe kjo mund të jetë shpërqendruese nëse ajo që doni nuk është ajo që duhet të bëni. Marrëdhëniet mund të jenë konsumuese në një mënyrë kryesisht pozitive, ose mund të kënaqeni duke u marrë me një mister. Mund të ketë një projekt që e gjeni veçanërisht tërheqës dhe bindës sot, dhe mund të dëshironi ta eksploroni më tej. Përpjekjet kërkimore mund të sjellin rezultate të mira, edhe nëse nuk arrini askund me të redaktimi ose shqyrtimi i çështjeve të biznesit, shëndetit dhe financiare mund të jetë i kënaqshëm.
Puna me të tjerët për të bërë një ndryshim pozitiv mund të funksionojë mirë për ju tani. Ndjekja e aktiviteteve të përzemërta dhe ndërtimi i aleancave janë në favor të veçantë tani. Është gjithashtu një kohë potencialisht e fuqishme për çështjet e parave. Peshorja. Tranzitet e sotme rrisin ndërveprimet tuaja, peshore e dashur, si dhe vetbesimin tuaj. Mund të shijoni mundësi për të përparuar ose për të rritur përmes misive tuaja ose përmes përpjekjeve në grup. Mund të ketë kontakte të këndshme dhe të dobishme. Njohuri të reja për projekte, një partneritet ose një marrëdhënie romantike mund të vinë tani dhe këto kanë përfitime afatgjata. Është një kohë e mrekullueshme për ndërveprime dhe negociata ball për ball, si dhe për riparim dhe rinovim, nëse është e nevojshme, në një marrëdhënie. Jeni në formë të shkëlqyer për të ndjekur një pasion ose për të forcuar një lidhje, edhe nëse ka disa shkputje të vogla për të kapërcyer. Marrëdhëniet përmirësohen me më shumë fokus, prani dhe përfshirje. Akrepi. Energjia emocionale sot është e fortë, por e këndshme, i dashur akrep, me hënën në shenjën tuaj për pjesën e parë të ditës dhe Venusin që shkon në një aspekt të favorshëm me sundimtarin tuaj, Plutonin. Po përjetoni një magnetizëm të shtuar personal dhe jeni më të sigurt dhe bindës se zakonisht. Ka të ngjarë të tërheqni gjëra të mira drejt jush dhe mund të ndjeni se jeni në rrugën e duhur dhe po shkoni në drejtimin e duhur. Mund të ketë mundësi të mrekullueshme përmes punës ose në lidhje me mirëqenien. Fokusi është në eliminimin, përmirësimin dhe zvogëlimin në mënyra pozitive, pasi kjo do t'ju jap një ndjenjë të fortë organizimi dhe vetbesimi. Jeta familjare është mbështetëse. Shigjetari. Tranzitet e sotme favorizojnë marrëdhëniet kokë me kokë, i dashur shigjetar, dhe ato rrisin kënaqësinë dhe ndikimin tuaj në lidhje me komunikimet dhe projektet tuaja. Është një ide e mirë të kontaktoni në mënyrë shoqërore ose profesionale. Mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të krijuar një lidhje dashurie dhe përsharm, në përgjithësi. Studimi, të mësuarit, lidhja dhe krijimi favorizohen tani. Një aspekt sekstilik Venus-Pluton që ndikon sot ju sjell ndjenja më të forta kënaqësie dhe ndikimi. Të tjerët po admirojnë intelektin tuaj. Ndjenjat e dashurisë ose angazhimit mund të komunikohen më ngrohtësisht tani. Të tjerët vlerësojnë stilin, shoqërinë dhe pikpamjen tuaj. Britsjapi. Është një ditë e mirë për njohuri të reja mbi të ardhurat dhe çështjet praktike, i dashur Britsjap. Mund të jetë një kohë e mirë për të përfituar sa më shumë nga ajo që keni tashmë dhe si rezultat të ndiheni mjaft të realizuar. Energjitë favorizojnë të ardhurat, dhuratat dhe çështjet financiare tani. Po zbuloni talentet, burimet ose aftësitë tuaja dhe ndërsa ndiheni më të natyrshëm për to, ju shfaqen mundësi. Një aspekt Venus-Pluton që ndikon në ditë mund t'ju ndihmojë gjithashtu të kuptoni nevojat tuaja më plotësisht. Është një kohë më e mirë se zakonisht për të adresuar problemet, madje edhe ato që duken veçanërisht të ndjeshme ose komplekse, pasi shumë nga përfitimet e ditës vijnë nga aftësia juaj për të kuptuar dhe për të përballur me të vërtetat. Intuita e biznesit është e shkëlqyer dhe çështjet praktike lulëzojnë me pak strategji. Vlerësimi juaj ndërtohet për kënaqësi dhe rehati të thjeshta, si dhe për njerëz dhe rrethana të njohura. Ujori. Energjitë e sotme janë të forta për t'u lidhur me një mik, ndoshta në një nivel krejt të ri, i dashur ujor. Bisedat dallohen dhe mund të jenë të kënaqshme tani dhe komunikimet tuaja shkojnë veçanërisht mirë. Është një kohë e mirë për ndikim dhe tërheqje më të madhe personale. Tranzitet ju ndihmojnë të pranoni dhe të shijoni ndjenjat tuaja, madje edhe ato më të thella që nuk keni gjithmonë kohë ose energji për t'i përpunuar. Përqendrohuni në ripërtëritjen, shërimin dhe lidhjen në marrëdhëniet dhe komunikimet tuaja për rezultatet më të mira tani. Dëshira për të kontribuar diçka me vlerë ose për të specializuar dhe për të mësuar një temë më thellë mund të jetë një motivues i madh. Peshqit. Tranzitet e sotme janë të forta për t'i kushtuar vëmendje të veçantë burimeve tuaja personale, të dashur peshq. Ndërsa Venusi dhe Plutoni lëvizin në harmoni, ndërtimi i marrëdhënieve mund të jetë i vlefshëm dhe shpërblyes. Njohuritë e reja në një sipërmarrje mund të jenë motivuese, ose ndiheni më të përkushtuar dhe në rrugën e duhur me paratë, biznesin ose çështjet praktike. Si rrjedhoj, ndiheni gjithashtu më të organizuar ose të fuqizuar. Planifikimi dhe menaxhimi financiar favorizohen tani dhe çelësat kryesor të suksesit janë ndërtimi i aleancave, eliminimi i tepricave dhe zbatimi i strategjisë.
Ndërsa ndihet miqësor ndaj angazhimit me Merkurin ende në retrograd, është më mirë të prisni dhe të shihni. Megjithatë, po arrini në thelb të një çështjeje. Mund të jetë një ditë me angazhim dhe frymëzim të madh. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.